Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndarë ngjarjet më të fundit rreth rastit që na ka shokuar, le ta themi 2 vite më herët. Rasti Liridona Ademaj, nëna 30 vjeçare e cila ndroi jetë nga bashkëshorti i saj. E fundit se çfarë ka ndodhur në këtë situatë të ndërlikuar shumë, janë zbardhur mesazhet që Naim Murseli, bashkëshorti i Liridona Ademajt, ka kryer me ekzekutorin e bashkëshortes së tij. Këtë të hënë më datën 24 nëntor të vitit 2025 është mbajtur seanca gjyqësore për vrasjen e Liridona Ademajt nga bashkëshorti i saj Naim Murseli, ku janë zbuluar të tjera prova që provojnë lidhjen e tij me ekzekutorin Granit Plavën. Prokuroria e çështjes Javorka ka zbardhur komentimet që kanë pasur Naim Murseli me Granit Plavën, domethënë ka zbardhur bisedën disa ditë radhazi para se do të ndodhte kjo vrasje. Para trupit gjykues, ajo ka prezantuar prova edhe se si natën e vrasjes Granit Plava kishte qenë prezent në të njëjtin restorant me Naim Murselin edhe familjen e tij. Dhe prova tjetër është përthirrjet telefonike nga telefonat e të pandehurit nga Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla, të cilët kanë qenë të qasshëm, pasi të gjithë e dim që 2 telefonat Naim Murselit dhe të ndjerës Liridona Murselit janë zhdukur në mënyrë misterioze atë natë kur ka ndodhur edhe rasti. Në WhatsApp janë gjetur kontaktet ndërmjet Granit Plavës edhe të pandehurit, në këtë rast Naim Murselit. Dhe sipas provave të gjetura, ata kanë qenë duke komunikuar nga 23/11, domethënë nga 23 nëntor i 11 2023, rreth orës 18:33 dhe kanë vazhduar me ditë të tëra deri më 24/11 2023, 25/11 2023, 26/11 2023, 27/11 2023 dhe në datën e ndodhjes së vrasjes më 29/11 2023. I pandehuri Naim Murseli ka deklaruar një mesazh, ka dërguar në fakt një mesazh drejt Granit Plavës me një mesazh: "O shok, sigurisht kryhet nesër." Atë ka thënë shtëpia për paradite. Pas kësaj, ndërmjet të pandehurve ka vazhduar edhe thirrja me telefon, dhe thirrja e fundit, e cila është shkëmbyer ndërmjet të pandehurit Naimit dhe Granit Plavës, ka ndodhur ndërmjet rrjetit social WhatsApp më 29/11/2023 në orën 19:01, ku kanë biseduar 28 sekonda. Dhe duke shikuar video incizimet të cilat janë marrë, kjo është koha kur të dy, Naimi nga njëra anë me familjen dhe Graniti nga ana tjetër, kanë qenë në restorantin në Graçanic, ka thënë prokuroria. Më tej prokuroria sot ka theksuar se pas kësaj i pandehuri i dytë, Granit Plava, ka paguar llogarinë dhe ka dalë nga restoranti, ka hyrë në veturën e tij dhe ka pritur Naimin me familjen e tij dhe ka filluar t'i përcjell. Nga incizimi mund të shihet ardhja e Naimit me familjen e tij, si dhe ardhja e Granit Plavës pak më pas, si dhe shkuarja e tyre nga restoranti. Kamerat e këtij restoranti incizojnë si brendësinë dhe hapësirën e jashtme, ku shumë mirë shihet në cilën tavolinë ishin të ulur dhe gjithashtu ato mund të incizonin pamjen e hapësirave e parkingun e restorantit dhe shumë mirë shihet vetura e të pandehurit të Naim Murselit dhe Granit Plavës, si dhe ajo kohë kur Granit Plava kishte dalë i pari nga ai restorant dhe ka pritur në veturën e tij që të dalë Naimi dhe familjen e vet
dhe pasi që ata janë nisur me vetur, ky i ka përcjell më pas, ka thënë ajo. Po ashtu mësohet se prokuroria ka zbuluar se është gjetur edhe gëzoja e plumbit që u shkrep ndaj Liridonës, ndërsa shtoi se do të administrohet si provë nga gjykata. Gjatë vrasjes së Liridona Ademajt është shkrepur një plumb që është gjetur, gërgjoja e atij plumbi. I propozoi gjykatës që të vazhdojmë me administrimin e këtyre provave, thot, ka shtuar prokuroria. Prokuroria në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt ka treguar se sa kishte qenë vlera e borxheve që kishte Naim Murseli. 3.968.000 euro borxhi dhe gjatë dëshmisë së vet të pandeurut, informata të cilat i ka dhënë hetuesve policor në njësinë e paraburgimit. Ka pasur borxhe edhe ndaj personave fizik me vlerë prej 106.000 euro, që do të thotë që vlera e përgjithshme e borxhit të pandeurve në mars të vitit 2024, kur është bërë analiza e gjendjes së tij financiare, ka qenë 4.968.000 euro, ka thënë ajo. Prokuroria gjatë administrimit të provave foli edhe për përgjigjen që kanë marrë nga shteti suedez lidhur me sigurimin jetësor të Liridonës. Dhe mëtej, prova tjetër është përgjigja e organeve kompetente të Mbretërisë së Suedisë, i cili na vërteton që nga ana e organeve të Suedisë është pranuar që Liridona Murseli ka pasur një sigurim jetësor me fillim të vlefshmërisë 25 qershor të vitit 2022, me vlerë prej 3 milion të krunave suedeze, rreth 272.000 euro, në të cilat nuk është cekur vazhduesi i përfitimit të sigurimit në rast të humbjes së jetës dhe në këto raste sipas ligjit, nëse nuk ka bartës pas vdekjes së saj, sipas ligjit me Suedin, shfrytëzuesi do të ishte bashkëshorti, ka thënë prokuroria. Do me thënë, tashmë është bërë e ditur dhe e dukshme që vrasja e Liridonës ka ndodhur nga Naim Murseli dhe Granit Pllava, pasi që Naimi në këtë rast ka patur borxh, që e kuptuar që ka qenë një borxh mbi 4 milion, në qoftë se do të vdiste Liridona, atë pasuri do ta trashëgonte Naimi, dhe Naimi për të mbyllur një pjesë të borxhit të tij, ka vrarë Liridonën, që t'i merrte pasurinë.